Arderat e Shqipërisë, First Edition. Arderat e Shqipërisë, që rrin nga mëngjesi deri në darkë kot. Arderat e Shqipërisë që ecin në lagje kështu që duken si të fortë. Arderat e Shqipërisë që nuk çojnin lek shtëpi. Arderat e Shqipërisë që u marrin lek të shtëpisë. Shkojnë te mami e thonë 2000 lek për kafe dhe cigare si s'ka me vizë. Okej. Arderat e Shqipërisë që thonë që gjithë femrat janë kurva edhe pastaj kanë motra edhe mama në shtëpi. Arderat e Shqipërisë që marrin makina borç për me bot xhiro me u duk si njisha. Arderat e Shqipërisë që vetëm ka mëngjesi deri në darkë vetëm gënjejnë për të ngjajt sikur janë cool apo ku di unë se si e edhe thon budalliqe që s'bëjnë sens fare. Arderat e Shqipërisë që vinë edhe bëjnë si njisha dhe në momentin që u kthen një llaf fillojnë edhe thonë ama në të kisha muti se kisha me ty unë po se bebe. Arderat e Shqipërisë që ndrojnë rrugën se kanë lek borxh. Këta janë trimat e Shqipërisë që hapen pyllshe dhe bëjnë si të rëndë. Arderat e Shqipërisë që s'kan bole të zihen tek e tek me njëri tjetrin po mbledhin 15 veta për të shku për të uzën. Arderat e Shqipërisë që mbajnë pistoleta me vete se nuk kanë as takat, as si gjose, veç pinë cigare, duhan edhe drogë nga mëngjesi deri në darkë, s'kan takat me ura me njëri tjetrin, një që boni si të fortë, se nuk po jam pro dhunës, nuk jam pro dhunës. Thjesht arderat e Shqipërisë. Dje dhe ti një arder Shqipërie. Më vjen keq për ty, vlla.